në mënyrë të padrejtë, në mënyrë pa argumentuese, jo argumentuese, e refuzonin dhe e kundërshtonin, madje edhe e luftonin pejgamberin alayhis salatu wasalam pa argumente dhe pa logjike dëshmi. Dhe ata i thonë pejgamberit duke e repliku dhe duke e debatu. Laula nuzila alayhi ayatun min rabbih. Po sikur të zbriste ndonjë shenjë, ndonjë provë, ndonjë mrekulli e jashtëzakonshme nga Zoti juaj, do të thotë sheqani, ata po e sfidojnë Zotin. Në emër të refuzimit dhe besimit të tyre po kërkojnë argumente të jashtëzakonshme. Po kërkojnë që të ndodhë diçka mrekulli e jashtëzakonshme. Allahu i thot pejgamberit, thuaj ty atyre. Kul inna Allaha qadirun ala an yunazzila aya. Allahu është i plot fuqishëm, Allahu është qadir. Çdo herë dhe gjithmonë, Allahu është i plot fuqishëm, fuqia e tij është absolute, me zbrit edhe kësi shenja përjashtuese, edhe kësi mrekulli të jashtëzakonshme, që ju po e sfidoni. Realisht ata nuk e kanë sfidu Muhamedit, ata kanë sfidu Allahun fuqiplot. Me arogancën dhe kundërshtinë e tyre, me mendjen e tyre të topitur, kanë kërku diçka të jashtëzakonshme. Por Allahu dhul xhalali thot pejgamberit, "Walakin aktharuhum la ya'lamun." A nuk e dini ju? Ju jeni kaq të padijshëm. Ju prandaj nga padia juaj, nga ignoranca juaj, ju po kërkoni diçka të jashtëzakonshme. Edhe pse Allahu dhul xhalal e ka në fuqinë e tij që të zbret edhe gjëra të tilla. Prandaj ky ajet, do të thonë, ju besimtarët kërkojnë mrekulli materiale, si kusht për të besu, Allahu e mohon këtë kërkesë nga paditoria e tyre, sepse kuptimi i shpalljes, kuptimi i të vërtetave që zbresin nga Zoti dhul xhalal, nuk qëndron në shfaqjen e jashtme të provave, por në kuptimin e brendshëm të vërtetës. Prandaj ky ajet sfidon idenë e besimit të kushtzuar. Do të thonë, Kurani nuk e pranon konceptin e besimit me kusht, besimi kushtzuar. Por Kurani kërkon që besimi të jetë me bindje, të lirë, me vullnet, me bindje nga argumentet, nga logjika, dhe besimi të jetë dëshmi e moralit dhe shpirtit të qetë.